Alo, s'po dëgjoni? Tash apo dëgjom? Po, tash. Alhamdulillah. E kom pa bisedën e juaj apo debatin me Hoxhën e Slimanin, edhe e kom pa që jeni për krahase e idesë që muzika nuk është haram, apo jo? Jo ides, nuk jam përkrahase, po jam e besoj ato që muzika jo e tëra, po një pjesë e muzikës ka norma, nuk është haram. A besoni në referencat apo interpretimet që japin sahabit edhe dietar nga selefi për ajetet koranore? I besoni interpretimin e tyre, për shembull Ibn Kathirit? Jo të gjithave. I marr referenca edhe hadithet, edhe tefsiret, po jo të gjithave, sepse nuk përveç Kuranit i besoj pikën pikë, atë sa mundi me kuptu, edhe marr tefsiret që përputhen, qose Ibn Kathiri ka thënë kështu, edhe Tabatabai edhe filan tjetri, qose të tretë përputhen njëjt, atëherë i besoj. Përndryshe janë tefsiret, janë në dilema, sidomos hadithet. Ibn Abasi radiallahu anhu që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thonë për ta që ka kuptimin për kuptimeve më të mira ai ka të Kuranit. Besoj Ibn Abbasin krejt që ka thot, po varet sa janë transmetu, sa ka ardhë e vërtetat e na. Por a jeni ndjeni për surën Luqman, ajetin e 6 që në surën Luqman. Mos flisni për ata që thurin fjalë të kota. Po, si interpretohet kjo fjalë të kota sipas Ibn Mesudit, Ibn Abbasit? Fjalë të kota është edhe kur të hypish në një faltore, edhe flet fjalë të kota pa lidhje, s'ka bazament, shkon në parlament, flet fjalë të kota, shkruan poezi, fjalë të kota, këndon këngë, fjalë banale, ka lloj këngë, a këngët e luftës, ale bedru, alejna. Ajo është vetëm me instrumentin e defit. Edhe defi edhe këngë. Po, për shembull për instrumentet muzikore si fylli, a besoni që është halal? Shiko, në kohën e profetit ka pas Beitul Ghina. Është një shtëpia e instrumenteve. Një ndodhi po ta tregoj si mas Tabatabait, jo prej vetit se unë s'jam tefsirologe. Dhe i kanë pyet pejgamberin, ja Resulallah, po na zën rruga namazi, po na zën filan vendet, a bën na me hin ato Beitul Ghida apo Gina, çështu diçka. Ajo shtëpia tash po mbjen një shkron gabim është. Dhe i thot, a bën me hin ato shtëpiat, tha na me fal namazin. Jo, thot, se aty ku ka instrumente, në atë shtëpi, thot, ajo shtëpia e instrumenteve, aty janë bë vallëzimet, alkoolit, gjitha para islamit, aty thot nuk hyn me laçet. Në qatë shtëpi, Beitul Gina. Edhe tash transmetimet, 1400 vjet, thojnë edhe në qëtë shpi, nëse ka instrumente, nuk hinë me laçet, po të na e lëshon internetin, e lëshon televizorin, ka instrumente, ka muzikë, dëgjohet. Shkon në aeroplan, ki muzikë, shkon me një restoran, ki muzikë. Pra, nuk do me thonë që në qëtë shpi, nëse dëgjohet muzika, nuk po hikan me laçet. Po ky hadithi ekziston, është qështu, pra. Thojnë, në një shpi, me Beitul Gina, është shtëpia ku kanë lujte, kanë këcyje, çka s'kanë bo aty, alkohol kanë pi, aty ndalohet, ajo në shtëpi. Çka i ka shkaktu ata për me këcy përveç alkoolit, i ka shkaktu muzika, sepse sipas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po për shembull të hadithi numër 4020 i Sunan Ibn Maja, thuhet transmeton Anas ibn Malik radiallahu anhu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që zëri i fyllit apo mizmari është nga instrumentet e shejtanit.
Është e libri Kitabul Fitan edhe ka gradën Hasan. Okay. Ose ki edhe hadithe të Sahih el-Buhari, numër 5590. Edhe e kuptova interpretimin e juaj, se këtu thu do të ketë njerëz nga ummeti im që do të legalizojnë zinan, mendofshin për burrat, pijedesa dhe instrumente muzikore. Mirë po tash se po thënë me që instrumente muzikore pe ekon pi kontekstit, sepse janë bashkune me këto dhe nuk është haram, kur nuk është e bashkune me këto, atëherë i vjen që mundëm edhe pijedese me përdor kur nuk ka muzikë sipas kësaj analogjie dhe logjike. Kjo është krejt haram. Krejt haram. Çdo edhe me mezhebin e Ehli Bejtit që she kanë transmetu do me thonë disa dietar, për shembull Sistani e bën komplet haram. Por tash në shekullin 21 e ka fetvan e ka ndryshu. Sepse me argumentet e veta, një muzikë që se përdoret për me ngrit epshet, me pas tekstin katastrof banal, me pas vendin ku këndohet muzika, qoftë ilahije, këndohet në restorane, për mrapa i ki alkoholin, që shpo bëjnë tash edhe me vlude, se për vetë unë kur këndoj me vlude i tham alkoholin ose mlojeni ose hiqeni, e tjera. Dietarët islam gjithmonë e kanë modifiku diçka që nuk është direkt ajet kuranor. Ajet kuranor, për që të fyllin, nuk ka. Për instrumentet, nuk ka. Unë për shembull e citoni Yusuf el-Qaradawi në fetvan e tij apo jo? Që e ka Yusuf Qaradawi ka një qëndrim më të modernizuar ndaj muzikës. Ai e lejon dëgjimin e muzikës që nuk nxit mëkate, imoralitet apo devijim dhe që nuk shoqërohet me sjellje të ndaluara, me alkool, me këndim, burra gra, me kcy, me lëdru, me loz. Sipas tij, muzika që përmban përmbajtje të dobishme dhe që nuk bie ndesh me parimet islame mund të jetë e lejueshme. Sistani është shia, haje ka edhe këtë cigarën komplet haram, shumë e ka haram të madh. Por Ehberi thot jo, ai tjetri thot jo, tash une që ka flas, unë nuk flas për me dhënë fetva, se nuk jam myfti. Po çeto thot, për shembull qëndrimi i Ali Khamenei, që thot, është Ali Khamenei është lideri 500 milion muslimanëve që janë pasues të Ehli Bejtit. Thot kështu. Thot muzika nuk është automatikisht haram. Ai bën dallim në mes muzikës së lejuar halal dhe muzikës së ndaluar haram. Sipas tij, muzika bëhet haram kur është lahul gina, që do të thot këngë me melodi që zakonisht përdoren në mjediset e papastërta, të mëkateve apo të amoraliteteve. Ku janë ato dansëzët, si në Arabi, femrat që të ndohen e tjera. Në çato vende ku këndohet muzika, pra është haram, po që e këndon një muzikë të lehtë, që ka një domethënie 30 ditë Ramazani, ose në muzikë e lehtë, ka në këshill, se muzika tona shqiptare as 10% e tyre nuk është halal me dëgju. Unë po kuptoj interpretimin e juaj, jo jeni shia apo jo? Unë jam muslimane, pasoj Ehli Bejtin, shia sunit, i kam 2 dietarë të mi që për me ardhur te rruga e drejtë. Unë për vete, për shembull, nuk e ndjek Yusuf el-Qardawin, s'është se bazohem mes dietarëve ka ixhma të ndryshme, mirë po bazohem pak në mendjen tonë, në aklin tonë. Nëse muzika do të ishte leju me qenë halal, nëse tham nuk shkakton mëkate, nuk shkakton emocione zjarta që shkakton shumë herë, edhe ndihmon për qetësi shpirti apo për kënaqje të veshit me melodi siç e that, është halal. Atëherë pse nuk duhet të thoni njëjtën për pirjen e verës për shembull, sepse ka shkencëtar që thonë që sidomos bioteknologa që thonë që vena nëse pijet
pak mund të ketë përfitime edhe mund të pastroj disa bakterje, mirë po nëse pijet shumë mund të ketë mëkatet. A duhet me thonë jetën edhe për venën? Jo, se për këto i kemi nasih edhe mensu. I kemi ajetet e abroguara. Ju e dini që me 3 faza, 3 shkallë u ka ndalu alkoholi. Njeri ka thënë, prej rakis, prej alkoholit keni shumë dobi, po keni edhe dëme. Edhe njerëzit kanë fillu me paksu, kanë pi, do me thënë, alkoholin sepse ajeti qashtu ka zbrit. Mande ka ardha ajeti tjetër thot, mos hyni në namaz derisa jeni të dehur. Njerëzit kanë farë, kanë nisë mu këtë rrugës Zotit, edhe kanë pi alkohol, që sot ka plot. Edhe kanë nisë mu këtë rrugës Zotit, kanë shku, drekën e kanë farë. Mande i ka thirë zoni edhe i qindin, po Kurani për na thot, kur hyni në namaz, mos jeni të dehur. Mande i tretën herë, e ka bërë rreptësisht të ndaluar, Zotë, inë me mejsiru, thot aty, keni të ndamet vërtet, mishi derrit, gjaku, falët, alkoholi, janë min ameli shejtan. Do me thënë, shejtani është ai i cili nuk ju ka rënë sejdë Allahut, nuk e ka adhuru Zotin, e tash ti begenis, a je me shejtanin, a je me Zotin. Por, prandaj, kur është në pyetje alkoholi, aty nuk ka fjalë. Jo, një e pi veç pak, jo, as për ilaç bile nuk përdoret, nëse vetëm për raste kur jemi më në deregjet vdekjes, jemi pa ujë, pa kurgjo, e pim një gotë, edhe ato jo mungi, po veç sa me majtë shpirtin, derisa ta gjojmë një gotë ujë apo diçka tjetër. Nuk krahasot alkoholi është ndalon gradualisht. Po, ndoshta ju e dini edhe ma mirë me na shpjegu, ama unë nuk pajtohem me ata, jo ta pi pak send, sepse ajetin e ka abrogu. Jo, realisht aso nuk pajtohen, normal, ama besoj nëse alkoholi ka qenë gradualisht i ndalun, spari që thuhet keni përfitime prej vreshtave. Edhe pastaj që thuhet ka ma shumë sjell ma shumë dëme se sa të mira. E pastaj që thot është mjeti i shejtanit, i vjen prap se prap për alkoolin ka pak ma shumë mendime pozitive, edhe ka pas dhe sa bo komplet e haram, për shkak efekteve që i ka pas dhe që jënë pasu dhe që jënë vrejt ma vonë për efektive tyne, ama për muzikën nuk ka kësi ndalimi gradual, as nuk ka as një mendim pozitiv në Kur'an, përveç se që thuhet ruajeni pe fjalëve të kota, që sipas interpretimit dietarëve klasik, pi sahabive që kanë qëndruar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka të bëjë për muzikë, edhe është në Kur'an cekna muzika. Qysh është në Kur'an e cekna muzika, është edhe alkooli. Edhe në hadith qysh është alkooli, është edhe muzika. Tash me qitë logjik kur alkooli haram, se s'bëhet muzikë haram. S'ka jetë, edhe dietarët janë dilema. Fjalët e kota edhe një poetët, parandaj poetët nuk janë edhe shumë të lavdëruar, edhe në literaturë islame, sepse ata shpesh herë bëjnë fjalë të kota, abuzojnë me atributet e Zotit. Poeti mundet me bë fjalë të kota, një shkrimtar mundet me fol fjalë të kota. Prandaj na s'ka jetë, ju thot vetë, Jusuf Kardavi është Sunni. Edhe është sunni mirë, po besoj që ka aspekte në cilat ato i devijun, sipas meje. Po, ama shiko, edhe Imam Xhafer Sadiku nuk e lejon sa e di unë, se kom lexu bash tamam, mote e kom pas lexu. Ama që shkolla shafiitët, krejtësisht po thënë haram. Hanefiu po thot ka qëndrim të rrept ndaj muzikës. Rigoroz. Po në kana tjetër na jemi konkret Hanefi në Kosovë, tash Hambelitet tani. Edhe ti vonë në për medrese, në për shkolla i kemi pas me muziki, kemi këndu na vetë, ilahijet, kasidet me muziki kemi këndu. Po ilahi, për shembull, sot që këndohen medresën Alaudin, jeni ilahi pa instrumente, ato janë. Po, sot pse kanë ardhur kjo sekti Vehabi edhe pse kanë ardhur Hanefi, Hambelitet. Shko është Vehabi sipas teje? Ata që ndjekin doktrinën e Abdul Vehabit. Gjenerata jeme po nuk e quajnë Vehabi vetën.
Nejse, në qashtu na pedim këtë populli që i vehabitët janë të ardhëm Kosovë, mas luftës Kosovës, Ka të bëj janë pak ma ekstrem, janë pak ma të rrejt, ama edhe ata janë musliman. Edhe ata janë musliman, nuk mundemi me thonë ma. unë respektoj mendimin e juaj që janë musliman. Na vehabitët e këta muslimanët në përgjithësi që kemi punu mas luftës, sot si kishim pas xhamiat plot me njerëz. Apo kupton, ata kanë dhënë kontributin e vet. Edhe kanë nimu Arabia Saudite, dhe krejt kanë nimu këtë botë, jo veç Arabia, edhe krishterëve me miliona japin, po ata si Normal, këtë kanë po, edhe kanë pru një ide, po dikujve i ka pëlqy, okej, s'ka problem. Ama sot falve habive kemi mush në xhamiat, i kemi plot me rini, sa rini kanë hikë prej alkoholit, prej sendeve. Mirë po janë ja do sende që janë pak ma ekstreme, po edhe që shku në Siri edhe aty pak e prishen, po s'mundemi na mi thanë krejtve, unë kur e shoh një vllahë musliman me mjekër, po të kuptoj shka thu, edhe ato gratë me shamia të zeza të ftyrën e kanë nur, unë kam respekt shumë të madh, s'mundemi do të flas tani për këtë temë, se i përket mas pari, deshta me falenderu që nuk bën të këthirë vehabive. Pak mirë, po pas edhe deshta me falenderu që po e tregon përfitime që ato na kanë sjell, por pastaj desha të korrigjoj sepse unë për veti lexoj librat e Sheh Muhammad ibn Abdul Wahhabit, i lexoj librat për shembull Kitab at-Tauhid, al-Usul al-Thalatha e gjithë këto, edhe Muhammad ibn Abdul Wahhabi realisht ka qenë mentheb Hambeli. Mirë po, çka ka bo Muhammed ibn Abdul Wahhabi ose te rajoni i Nejdit, që ka qenë nga dishullin arabik, ka pas mjaft shirk. Edhe që jo vetëm Wahabi që thonë një apo selefit që pajtohen që janë shirk e bidat, po edhe në maturidit e shari pajtohen. Për shembull që janë mënu me filxhana, me fall, me prediku fatin ose me komunikim me shpirtat këqij. Kto kanë qenë shirke. Pastaj madhërimin e varreve, përveç se të ka dallim edhe te tawasuli, për shembull më ndryshe me thon ja Allah, për shkak statusit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, plotso më këtë dëshirë. Sipas meje kjo është bidat e jo shirk, mirë po me thon për shembull ose me shku te varri Abdul Qadir al-Jilani dhe me thon ndimam Abdul Qadir al-Jilani, kjo është shirk tamam. Edhe ibn Abdul Wahhabi i ka korrigju këto shirke, edhe ka thonë që duhet më kthyn tauhid dhe sunet. Se i përket mjekrës, pantollave të shkurta e këto, besoj këto janë më shumë atribute që i vënohen të ashtu quajtur vehabistave apo selefive. Realisht këto janë pej sunetit, edhe sipas imamëve të selefit, për shembull se vetëm pak, ka akide edhe fik në islam. Akideja s'ka të bëj me këto, një po ka të bëj fiku, një po sipas 4 imamëve të fikut, te 4 imam të fikut, imam Ebu Hanifa, imam Shafi, imam Malik, edhe imam Ahmed ibn Hanbal, pajtohen që mjekra është wajib, rrujtja e saj është haram, edhe për pantollat pajtohen që izbali është haram, për me shku pantollat ma poshtë se sa këto një... Në rregull. Prandaj nuk besoj që duhet mu korrigju kur i thojnë dikujna ekstremist, sepse vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo thot që ymeti jam të ardhmen nëse i kishin pa sahabit, nëse i kishin pa Umerin radiallahu anhu, Alin radiallahu anhu e këta, kishin thonë që këta janë ekstremista. Mirë, për realisht nuk janë sepse njekën Koranin edhe Sunetin. Shiko, na kemi mjekër të artistit qoroditur, e flokët e lidh me mjekrat i kanë deri qëtu, edhe nuk i shajnë ato. Është puna, nuk është puna të mjekra ati, mjekra është shenje burrnis. Edhe me mezhebin e Ehlubetit, fëmijët e mi 2 djemt, Rahmetlia dhe ky tjetri, kom thënë, baba veti ka thënë çur me babën bleni maqina ama zhilet jo mira ftyres. Se Zoti që femrën e ka bo pa mjekër.
Po i kanë ra fëmijët tash djali 27 vjet vetëm i bjerë me nishe. Ato pakës e lishon, na herë rrit për qefi i madh e tjera e tjera. Do më thonë, nuk është puna të mjekra, mjekra është sheh e burrnis. Por është puna keqpërdorimi, vepra çka i bën artisti, edhe vepra çka i bën një musliman, këto i etiketojnë veprën, a është mjekrën, a është artistike, e artistit apo është e ekstremistit. Mirë po prapë është gabim o zotëri, se një artist mundet me qatë mjekrën e vetë, mundet me bo një vepër shumë banale, s'mundesht i krejt mjekrat e artistave me i shajt, me i fyr, apo të muslimanet, që se kanë shku 400 veta për ISIS, s'do me thonë na ka t'i shaj mjekrat e pantollat mi shaj. Kjo është Vetëm se ta bëj një gjë të Kjo është cenimi të drejtës së besimit, kjo është nxitje për urrëtie fetare, sipas Kushtetutës Kosovës, në ligjin 134, nëse une e poshtroj mjekrën e dikujt, veshjen e dikush, mënyrën çush e ka, ai ka gjysmë lakuriç, ai ka me pantolla të shkurta sen, edhe unë ty ta cenoj të drejtën e punësimit me ligjin e Kosovës, si kushtetutë laike, që jemi me shtetë demokratik, me kushtetutë laike, dënohet njeri, qofse bën padrejtësi. Prandaj, na duhet mu mundu sa ma shumë me kuptu të mirat e çdo kujve. Unë Abdul Wahabin nuk e admiroj. Nuk do me thonë që duhet me pas armik. Allah i Kuran thot, në shumë versete thot, mos i boni miq filonet, hebrejt edhe krishterët, por nuk thot Zoti atëherë, kur nuk janë miq, mos u boni armiq, nuk thot Zoti. Thot mos u boni miq edhe rrini larg, mos bën Allah zhvereshe me ata. Se s'mundesh, thot ata thot, i ndihmojnë njëri tjetrin, sepse ligji amerikan i ndihmon amerikanëve. Nëse një amerikan don me bashkëpunu me mu, thot Zoti mos bashkëpunoni me ata, thot, sepse ata nuk munden juve me ju mbrojt, sepse mu mbron ligji i sheriatit, a ata e mbron ligji tjetër. Prandaj, kjo nuk do me thonë që kur thot Zoti mos i merrni për miq, mi marr na mi ba armiq. Jo, Zotni, ti kime ma respektu shamin teme, ti kime ma respektu mjekrën teme. Ti mjekrën teme kime ma respektu, ti s'ki të drejt me paragjyku. Suretul Hujurat, ajeti 12, thot, mos paragjykoni, shumica e paragjykimeve është mëkat. Mu për shkak paragjykimeve, më kanë shti 3 muaj në burg, e më kanë lënë pa punë, më kanë lënë pa kret, e tjera. Prandaj, unë e respektoj të gjithë vllazërit e mi musliman, që thot la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, për mua mjafton. Unë nuk mundi dikujt mi thonë qafir, sepse hadithi i profetit thot, nëse i thu dikujt tjetër qafir, e ai nuk është, krejt qafir lëku ty ka me të këthy. Unë e tutëm. Zoja Iqbal që bjerë në sejdë, mos u tut more prej atij. Ai kur ta jep ty selam aleikum, mos u tut prej atij. Me Abdul Wahabin. Unë e kuptoj çka i të thonë, plotësisht se ndoshta do marr pak kohë, mirë po besoj që duhet korrigjohet një lloj fjalori kur ne dalim publik, sepse unë nuk jam person publik. Unë shpresoj Allah ndihmoft të bëhem nxënës i ditorisë dhe i studioj librat e akidës kohët fundit. Mirë po besoj që sa i përket këtyne që the e kesh përdoret mjekra, kesh përdoret nikabi apo burka këto, spari duhet këta t'i qesim jashtë rrethit islamit, këta që e kesh përdorin, sepse ti nëse kesh përdor fen, nëse ti thuj 100 herë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nëse dikush arrin ti me të pagu, se sipas meje, grupi terrorist ISIS ka rajnë edhe ka prapavija zioniste apo me agjenci sekrete amerikane, sipas meje.
Edhe besoj që gjithë këta që qohen, manipulohen për një lloj, për disa lloj derseve që i bëhen edhe thojnë hajde për me luftu gjihad, realisht nuk është ajo gjihad, sepse gjihad nuk ka të bëjë me vrasjen e ehli kitabëve e gjithë kjo. Mirë po besoj që prapë se prapë duhet jemi të kujdesshëm se nëse ISIS-i, nëse ka pas njerëz që kanë pas mjekra, edhe kanë pas nikab, edhe kanë quajt veten selefi, edhe kanë quajt veten si lexues librave të Ibn Abdul Wahhabit, Ibn Qayyim, Ibn Taymija, edhe ata kanë shkuar në ISIS, nuk duhet kemi njëjtën paragjykim për të tjerë, sepse ne për shembull selefit i kemi disa grupe që bojmë debat me ta, dhe ndër grupet më të mëdha janë havarisht, e që janë këta që bojnë tekfir. Për shembull unë e respektoj Muhammed bin Salmanin, që si drejtuesi i Arabisë Saudite, edhe për emirëve të muslimanëve ai është i preferuar jam, edhe nëse dikush i bën tekfir atina, edhe i bën tekfir pa fakte, ti je harigji, sepse ti nuk mundesh me bë tekfir dikujna që thot ligjet e Allahut janë më të vlefshme se sa ligjet e tagutit apo sekulare. Mirë po, besoj se ju jeni person publik, edhe më ka rënë ju po, do ju kisha rekomandu, Allah më zoft mu, ty e çdo komperimetit, na mbajt drejt. Besoj që ndonjëherë ju kisha rekomandu me përmirësu pak a shumë mënyrën se si flesni për shembull për mjekrën apo për këto, sepse edhe unë kam pas pak më shumë paragjykime për ty para se me fol tani. Dhe dua ta jap një mesazh. Wallahi billahi që shtu me komendu edhe hala mendoj. Kërkujve si tham qafira, nuk pajtohem, sikur se edhe ti nuk pajtohesh çdo send me mu. Ama na duhet musliman të mu kanë bashk, se po e shihni që shpo na luftojnë. Ama na nuk mundemi mu kanë bashk, gjerisa nuk e krijojmë një teren të sigurt. Se tereni i sigurt krijohet me negociata. Mos me na u keq përdor shamijat e vajzave tona. Pse në Kosovë kam 3 mesa, 3 qikat vllaut, që kanë kry fakultetin me 5, me 10 kanë kry për mësuse, edhe sot rrijan pa punë. Pse e kanë shami. Prandaj, ju musliman, burrat, po mendoj, nuk jeni të punu për gratë. Po çka po bëjmë, hajde na piqesim peqet, hajde piqesim shamijat, edhe po inkuadroheni me një vend veç, po mlidheni edhe po metni që aty. Mandej normal këta islamofobët po ju sulmojnë. Po çka me duhet me kriju veç pak, duhet me kriju teren, duhet me kërku të drejtat e tona, jo gratë e tona veç me mshel në shtëpi, e ju burrat mos me punu për gratë. Duhet me punu për gruan tënde, për vajzën tënde, nesër për nusën tënde. Noti nuk është haram, nuk është patjetër na ndeti me shku e me bikini me shku gratë. Kush e ka shkrujt atë rregull? Na mundemi me hyrë edhe me tesha ndeti, është gjë normale. Ama shiko të burrat musliman s'po punoni, se mos me kërku na me negociata një 2 kilometra deti Turqini, me pagu. Na jemi basanika, na me thënë Arabis atje po na duhet qështu për motrat e tona muslimane, vallahi të ndreqin hotelin më të madh, Nulqin, unë e kom lyp të krytarja atigja. I kom lyp 2 kilometra, me bo vetëm për gra, me bo me rrethoja, qësh është në Iran, qësh është në Antakya, qësh është një do vende në Turqi. Kejt, në plazha është veç për femra. Mandej, ti nëse nuk i jep hapësirë vajzës me shku me shamin shkollë, hajde po thojnë drejtat kombëtare, hajde deri në klasën e 6, 7, 8 mos me pas. Vajza jote, qose baba, nona e mëson, vajzën na kemi me pas mbulesën, ajo vetvetio e merr prej nonës, pse po bohemi qaq kokë fort na. Kemi pas në Turqi, 10-15 vjetë qikat kanë shku me shamia deri te dera shkollës. Kur kanë hinë shkollë, e kanë hek shamin. Por, janë inkuadru bashkë janë kanë. Pre qësi rastit, kanë nisë edhe plot vajza tjera me qitë shamijat.
Në Iran, ka 7-8 vjet gratë me shamia janë mshel në për shtëpia. Po, kur e kam pa kush pja shkollon fëmijët e ty veç ato mësueset e vizatume në gjithë me për trupi, tesha, atëherë ato kanë dalë. Qysh kanë dalë? Kanë dalë njësoj si kurse Turqi. Okej, s'po m'len ti në shkollë me shami më konë, s'po m'len ti mësu se une me punu me shami, qume i motër, kape shamien, qite mos i ndreq frizurat, qite shamien në shallin, këtu që shë kanë qitë në Turqie, në Iran, e ka mos në përbot, se i ki yzër, ama ti s'bën mu vequ me nejt veç, ndave një muslimon, por nuk kam jetë edhe shumë kohë, po besoj këto punë për sjelljen tonë që e kemi si musliman edhe që duhet me pas për tjerët janë të lehshëm, mirë po besoj të kisha rekomandu para se të dalë, shikosh pak edhe për hadithin, të analizosh mirë ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë që elo kitabt, krishterët u ndan në 72 sekte, këta jehud u ndan në 73 sekte dhe Mehmeti jem do të do 73 sekte, mirë po i vetëm një sekt do të shkon në xhenet, ndërsa të tjerë do të shkojnë në xhenem. Pastaj me një hadith tjetër transmetuar që apo kjo vazhdoi. Jo, të luta. Tash ti thuje ditën natë, veç një pas ka me shku në xhenet, jo, hadithi i prej Ehli Bejtit thotë kanë munda në 73, 72, 71, 73, por thot vetëm një janë në rrugë të drejtë. Nuk thot në xhehenem e në xhenet. Po ajo transmetohet për Enes ibn Malik radiallahu anhu. Transmetohet për Enes ibn Malik, po Enes ibn Malik i ka jetu para 1400 vjetë, derisa ka ardha disi këtu u ka shtrembur. Po për ka qenë pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Imam al-Bukhari, vetëm pak besoj, nuk e besoj. Unë nuk e besoj, sepse unë dëgjova Imam al-Bukhari dietarët e Ehli Bejtit, shiat, thojnë kështu, okej, kanë munda 7-8 bukur. Po unë nuk i besoj shiat, sepse shiat bojnë shirk. A peshe ti thash qafira, unë nuk thash qafira juve. Thash qafir, thash bojnë shirk. Më falë, unë i simpatizoj shiat edhe sunit, ama nuk folet ma shumë muhabet. Si pas teje për shembull, ajo në alevitë në rrugën e drejtë. Vetëm, po edhe atyre i thoni qafira, për që ata janë jo, po ata që thojnë për shembull që Allah, Muhamedi dhe Alia janë si te krishterizmi që është Jezusi me tatin edhe me shpirtin e shajna. Që thonë janë 3 persona mirë pa. A keni foli ju me... Ata janë, shiko, një ditë do të njerë që thonë janë musliman, mirë po këta njerës do devijojnë akiden e qartë të islamit. Allah ju uzoft. Jo bre zotri, këtu nuk pajtohen. Ma në fund i bëne qafira, shiat i bëne alevit, qafira sen. Nuk banë kështu, nuk banë. Na, mi thënë qafir, njerit që thot la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, jo. Që ato s'po keni sukses. Andej, po na vjeni nati pse po ju thirin vehabije, terrorista e sen. Kret nuk janë. Ama që ata që ju udheqin, që shtu thot kanë bo, që të sendet, e kanë prish të tyrbën e Hasanit, nipit pejgamberit, në Gjenatul Baki. Pse shirk? Jo bre zotri se kërkush, Abdul Kader Gjejlani është sunni. Është sunni, Hanefi, që e ka themelu tarikatin Kaderi. Kjo është në Bagdad, është arab, nuk është shia Abdul Kader Gjejlani, sunni është. Dhe thë, Abdul Kader Gjejlani qafir koka, pse e ka vorrin e vetë, jo bre se kërkush sa budal, me shku me adhuru vorrin. Jo, kërkush. Po shkojnë o Zot, për hatër këti djetarit të madh, që na ka mësu fen, o Zot, ti mundesh me mi falë gjunahet. Unë shkoj te profeti Muhammed, se po du me mbyllë se shkoj koha. Shkoj te profeti Muhammed, kum shku në Qabe 1995, tash e kanë bo 8.000 euro, e kanë bo biznes Qabën. Prej Turkijës $3.000, $2.700 euro. Prej Iranit $1.500, $1.300 euro po shkojnë në haqë.
Prej Kosovës na mytin neve standardi 8.000 euro gati. Me ble bakshishe senda njëna kënjena boni gati 10.000 euro. Dhe jo më kanë të profeti Muhammed, ja Resulallah, ti na ke thonë, kur të vini me më vizitu në Qabe, e janë edhe të une me më vizitu. Ja Resulallah, ku marrë të vorri jot, ja Resulallah, inshallah shpirti jot është razi me mu, që ka po punoj për Islam. Ja Resulallah, inshallah Allahu ma falë, që une ndostar dishka gaboj. Ma jo, mi thonë, ja Resulallah, o Muhammed, ti e zoti jem, bon ma qëton, bon ma qëton, bon ma qëton. Ose me një tyrbe me shku, këtu edhe a i shehi, ku me ditë qëfar o kanë, për dikon do kanë shumë i mirë, se ja ka ndreq punën, ja ka dhëna i sadaka, ja ka dhëna, ja ka dhëna i këshil, ja ka kryna i punë të mirë. A i shkon me vizitu, që shkojmë na me 5 maja, kur ishte me 5 mars, shkojmë në, jam kanë atje në Drenas, të kompleksi Adem Jasharit. Jam kanë të varrat e tia, kun këndu Jasinin, s'do me thonë që unë e kum lut Adem Jasharin, o Adem Jashari, qubre se ti je si zot, që se s'po formohet qeveria. E tjera. Jo, unë këtu s'pajtohëm, unë kam respekt për vllaznit Vahabi, për Sunni Vahabi, sepse Vahabizmi është rrymë që del prej Sunnive. Dhe në te Sunnit, mrenda Sunnive, ka 4 sekte, 4 shkolla të mendimit. Ka Hanefi, Maliki, Shafi, Hanbeli. Në Kosovë, para luftës, kemi qenë krejt Hanefi. Mas luftës, edhe pak janë një vjetë para luftës, kanë fillu me ardhë. Do me thonë, prej Arabis, kanë ardhë Hanbeli, kjo shkolla juridike. Shkolla juridike, a dini çka është? Është, si me thonë, ligjet e Kosovës që janë. Shkolla juridike, thot kërë, qose e pren gishtin, del gjaki të Hanefit, medrese që kemi mësu, abdesi prishet. Ndërka që këta tjere të njonë, qose e pren gishtin, del gjaki, e fshin e lanë qatë pjesën, edhe abdesi nuk prishet. Pra, këto shkollat juridike janë 4 të Sunnitet. Dikush thot, këtu kemi që dur, dikush këtu. Dhe ka shtehe libeti, elhamdulillah, libeti është raja e Islamit. Aty s'ka, edhe të ata kanë damje, ka 15 sekte, po të Sunnitet ka 50. Plus janë 4 shkolla, as njëna nuk është njëjtë. Njëna thot këtu lidhi duhet, njëna t'ju, njëna t'ju. Katastrofë. Se vetë jam kanë Sunni Hanefi, prandaj edhe mos u kesh, Ibro. Prandaj i di këto sendet, se kum mësu shkollë, kum pas fikun 4 vjetë. Edhe këto shkolla juridike janë kriju 200 vjetë mas profetit. Pyet në cilin dorë hoxh. Kush thot 180, ajde 150 pe bajt. Po, na e dim që 200 vjet, gati 200 vjet mas profetit janë kriju këto shkollat, kur ta presh gishtin, kur ta bëjsh ata, kur ta bëjsh ta, qa me bë aty. Qysh kanë jetu more njerëzit para këtymve 200 vjetve, para se mu kriju që të shkollat, qysh kanë jetu njerëzit? Normal se kanë jetu me shkollën e Ehli Bejtit, me shkollën e familjes pejgamberit kanë jetu. Edhe themelusit e shkollës familjes pejgamberit që i kanë qitë në letra, janë kanë imam i 5, Muhammed Bakir, që ka kriju shkolla institucionet mëdhaja, dhe djali i tij, Gjafer e Sadiku, i ka përmledh krejt këto rregullat juridike. Por besimin Zot, la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, është të gjithë njësoj, se po më shkon rryma. Bateria po u kry. Prandaj, mirë po mas luftës, prej shkollës Sunnite që janë 4, Hanefit janë zbut pakës, pse Hanefitet përpara i kanë çu fëmijët e vet me u shkollu në Siri, në Sarajev, në Kairo, në Jordan edhe ja do vende. Ndërka që mas luftës, krejt u qunë, sepse Arabia jep ke shumë pare të mdhaja, shumë lukse, e tjera, krejt fillun fëmijët me i qunë në
Arabin Saudite, në Mekën, Medine, me studiu. E aty nuk ka pas Hanefi, po ka pas Hambeli. Edhe që shta ky zotnia emri nuk ja dita, nuk ja pyta, tha Vahabizmi rjedh del prej shkollës Hambelite. Kur po shkojnë këta hoxhall në djemtë tonë në Arabi, atje qa po bohën? Po bohën Hambeli. Kur po vjen këtu në Kosovë, në Bashkësi Islame, ata po japin betimin që kanë me punu si Hanefi, po ai s'din si Hanefi. Ndërka po din ai, po hajde po themi që s'din. Mirë po ai kur po shkon në xhami, po të falë aty si Hambeli. Hanefi të thënë pakës, me le dalin amin, pak. Ndërka që Hambelit si kun kish. Vele dalin amin me të madhe. Te ehli bejti, thot në që se thu amin prishet namazi. Se s'ban mi për ngja kishës. Plus vele dalin, këqër në Kuranin, a ka amin? Nuk ka amin, e pranofsh. Pse e pranofsh? Ti vele dalin, mozon rrugë të drejt, në rrugën atyre ndaj të cilëve ti o Zot je i knaqur, e jo në rrugën atyre ndaj të cilëve ti o Zot je i hidhruar dhe i ke bërë si të humbur. Pra, Hanefitët e kanë tjetër, te ehli beti e ka, në që se thu amin, prishet namazi. Po, me njëherë, mas vele dalin, vazhdon me të qesë baterien. Vazhdon me surën e ashme. Kështu që mire tha ky djali, na vehabitët dalim prej hambelitve, sepse në qëto shkolla në Mekën, Medine i kanë krejt shkollat hambelite. Dhe këtu e shkon e jep betimin aty që në shkollën Hanefite këtu në Bashkësi Islame, aknira falet si hambeli. Qa me botash? Unë e kum pas në Xhansa këtu në medrese, në që i kum mësu në kurs të Kuranit, pasha Allahin e madh 2 javë dit një kulhuvallas mësun ma ka mësu. Në Xhansi 3-14 vjetë. Kur po e një u ka bo hoxh me shah. Sikur të na që japin diploma mas luftës u bonën plot dërmëra, doktor shkence. S'kishin lidhje, kejti kanë mbledh diplomat. Edhe atje veç pak ti. Apo bohësh robi tymve. More edhe Mercedesa edhe krejt paguin. Edhe diplomat bëjnë doktori Ballkanit. Po, ajde behar, se ti s'pas ke logjik me kuptu, ajde behar, se unë e boll mirë tregova, po ti s'po don me kuptu, se e ke shti kryn e ke hen mu. Veshu si shqiptare edhe leri këto pobre, jam veshun e si shqiptare, edhe stërgjyshja jeme ka pas shamin, edhe nëna Maria e ka pas qështu njësoj shamin, si shqiptare jam veshun, mëstanin. Okej, të nderuar miq, besojmë se folëm Nuria koka, pa e marë Nurien s'ka kuptim se e kam shoqe. Hajde veç Nurien s'munda mi thonë jo. Assalamu alaikum. Mi mbrama Nuria, si je, mirë. Te Nuria në Amerikë është dita. Është e vërtet që hoxhi Imam Popra e buha Hanifja që është themelusi i parë i shkollës Hanefi, thot mos i shinkon që ato 2 vjet me mësu unë te Imam Xhaferi, që është imami i shijave i Ehli Bejtit, sa unë kur gjës kishëm ditë prej Islamit. E i mere me ne. Krejt këta kanë qenë, pa nevoj i kanë kriju këto 4 sekte. Pa nevoj hiq, vetëm mos me ndëgju Imam Xhafer Sadi. Okej.
Të nderuar miq, faleminderit që ishit, se u bë ora 12:30, mendova deri në 12, po kaloj. Inshallah dëgjohemi, sepse Nuria me siguri është e zonme, dhe atje në Amerikë është dita, e me siguri e ka arru qel. Okej, natën e mirë, faleminderit shumë që ishit me mua. Kërkoj falje për ndonjë mos pajtim apo ndonjë fjalë që më ka shku pa dashje, se kam princip me shajt me fyt, po elbete nëjherë njëri jemi. Dhe kërkoj falje për çdo mos pajtim apo ndonjë keq kuptim, me qëllim nuk e kam bë. Faleminderit, Zoti ju rujt të gjithëve, natën e mirë, Allah i qoftë me ju. Natë